Atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosova ishte e ngarkuar. Dritat e forta, kamerat që lëviznin pa pushim, çdo hap, çdo shikim, çdo fjalë. Gjithçka dukej se kishte rëndësi. Dolce qëndronte pak e larguar, duke i vëzhguar të tjerët, duke përpjekur të kuptonte situatat që po ndodhnin. Ajo nuk e dinte ende se deri ku mund të arrinte një njeri për një lojë, për një konkurrencë, për të treguar forcën, xhelozin apo manipullimin e tij. Unë nuk e di deri ku shkojnë njerëzit për lojë, mendoi ajo, duke ndjerë një përzierje shqetësimi dhe kurioziteti. Por ajo që po shoh këtu është më shumë se një lojë. Ka emocione, ka dinjitet, ka kufi. Dhe unë duhet të jem e kujdesshme për çdo hap që bëj. Në këtë moment, Dolce nuk mundi të mos vlerësoj Limin. Ai po qëndronte i matur, i edukuar, i përmbajtur, edhe kur situata ishte e nxehtë. Ai nuk bëri skena, nuk bëri zhurmë, nuk e ulti askënd. Përkundrazi, ai kishte një qetësi dhe një respekt që nuk kalonte pa u vënë re. Bravo, Limi, mendoi Dolce. Ky është një djalë me edukatë. Një djalë që nuk e nxjerr keq një vajzë. Një djalë që di të sillet si duhet edhe kur është i provokuar, edhe kur ndjenja dhe lojërat mund ta shtyjnë të humbas kontrollin. Dolce e vështronte nga larg. Ajo e dinte se nuk ishte vetëm taktika, nuk ishte thjesht një lojë për kamera. Ky ishte karakter, mënyra si një njeri i rrit me respekt dhe parime. Unë vlerësoj shumë Limit, mendoi ajo, sepse nuk është vetëm djalosh, por është djalosh me etikë. Ai i respekton. Ai i ruan dinjitetin. Ai nuk përdor fuqinë për të poshtëruar askënd. Në atë moment, Dolce kuptoi edhe diçka tjetër. Në këtë lojë, në këtë ambient, shumë njerëz mund të humbasin kontrollin, të lëndojnë, të përdorin çdo mundësi për të fituar. Por një person si Limi, që di të qëndrojë me edukatë dhe respekt, tregon forcë më të madhe se çdo lojtar që bërtet, që manipulon ose që dramatizon. Bravo, përsëriti Dolce në mendimet e saj. Bravo për të që nuk e kthen xhelozin, zemërimin ose lojërat personale në dhimbje për të tjerët. Bravo për edukatën, për respektin, për mënyrën si di të sillet. Në atë çast, ajo ndjeu se kishte diçka për të mësuar nga ai. Se ndonjëherë forca nuk matet me zhurmën ose me kontrollin. Forca matet me mënyrën se si një njeri di të sillet me dinjitet, edhe kur rrethanat kërkojnë të kundërtën. Dhe Dolce e vlerësoi këtë me gjithë zemër. Është e vërtetë, mendoi ajo, duke buzëqeshur lehtë. Lojërat mund të jenë të ashpra, por një karakter i mirë nuk mund të thyet. Dhe ky është Limi. Qetësia e tij, edukata dhe mënyra se si sillet me vajzat e tjera, jo vetëm që krijonin respekt, por edhe frymëzonin ata që vëzhgonin nga larg. Dolce kuptoi se disa gjëra nuk mund të mësohen nga fjalët e mëdha ose nga dramat e shpeshta. Disa gjëra, si respekti dhe edukata, duhet parë, ndjerë dhe vlerësuar. Dhe ajo sapo kishte bërë këtë, duke parë Limit dhe duke e vlerësuar jo për lojën, jo për strategjinë, por për karakterin e tij të fortë dhe të pastër. Në këtë moment, Dolce e dinte një gjë shumë të qartë. Në një shtëpi ku gjithçka matet nga drama dhe lojërat, të kesh dikë që respekton, që sillet me etikë dhe që nuk e nxjerr keq askënd, është më e rrallë se çdo fitore e mundshme. Dhe ajo ndjeu një siguri të brendshme që i dha qetësi dhe respekt për gjithçka që po ndodhte rreth saj. Ky është shembulli që duhet ndjekur, mendoi Dolce. Sepse deri ku mund të arrijë një njeri për një lojë, nuk dihet. Por deri ku arrin edukata dhe respekti, kjo është forca që nuk thyet kurrë. Dhe ndërsa kamera lëvizte duke kapur çdo detaj, Dolce mbeti e qetë, duke vlerësuar Limit dhe duke kuptuar se disa gjëra në këtë shtëpi nuk janë lojëra, janë karaktere që shfaqin vlerën e tyre në heshtje, por që fjalët dhe veprimet e tyre i bëjnë të pakapshme për çdo manipulim.